Të nderuar miq, mbrëma mirë se erdhët. Takohemi me të pashoq si çdo të mërkur për të trajtuar aktualitetin, por jo vetëm. Në fakt, në këtë pjesë të parë do të jemi me një personazh shumë interesant që besojmë se do na shteroj shumë pikpyetje që kemi. Kam kënaqësinë të kem sonte në studio Ilir Kullën me ekspert siguri. Mbrëma mirë se erdhët. Tani ne kishim programuar një skenar tjetër, po si gjithmonë këtu përmbyset, kështu që pashmangshëm doja ta nisnim me gjithçka ndodhi në Bruksel me arrestimin dhe më pas lirimin të Federica Mogherinit, një ish zyrtare lart e Bashkimit Evropian, që ngjalli reagime dhe në Tiranë. Opozita nga njëri krah filloi ta lidhte me undergroundin, me kryeministrin shqiptar, etj. Çfarë do të thotë arrestimi Federica Mogherinit si një figure kaq të lartë në Bruksel dhe çfarë lidhje ka të dukshme atë pa dukshme me qeverisjen në Shqipëri dhe me gjithçka përflitet? Shiko, Federica Mogherini është një njeri që ka çuditur shumë kënd kur u bë ministre e jashtme e Italisë. Ajo u bë ministre e jashtme, ka punuar pra si tekniciene në zyrën e marrëdhënieve me jashtë Partisë Demokratike të Italisë, që është e majta në Itali. Dhe njeriu që promovoi është Matteo Renzi, që në atë kohë ishte edhe si më thënë sekretar kryetari i partisë, edhe më vonë kryeministër. Renzi duke patur një sherr politik shumë të fortë me Massimo D'Alema, që ishte ish lideri dhe ish kryeministri, ai vendosi të bllokojë vajtjen e D'Alemës për ministër të jashtëm dhe më vonë edhe për komisioner të marrëdhënieve me jashtëm në Bruksel, dhe njeriu që përfitoi ishte Mogherini, pavarësisht se ajo s'kishte asnjë talent politik. Kaq e vërtetë është kjo gjë, saqë presidenti Napolitano në atë kohë nuk ka dashur që kjo të bëjë ministër e jashtëm. Por shakat politike do të them që ishte epoka e Gjon Turqëve, pra ishte epoka kur kishte filluar që të promovoheshin populistët. Dhe Renzi, për t'i bërë ballë populistëve, mendonte se duke gjetur 2-3 figura të reja, në një anë do më njanonte D'Alemën, pak a shumë si ajo që bëri Rama me Nanën në atë kohë. Dhe në anën tjetër do mendonte që këto do ishin figura që do jepnin. Dhe ajo zonja në fakt bëri një 5 vjet kështu prej lideri pa u bërë lider të politikës jashtme të Bashkimit Evropian. Shumë e indoktrinuar me idetë postkomuniste, pra të majtës së re, dhe nuk la në gjurë. Dhe paradoksi është që pushteti i burokracisë në Bruksel është kaq i madh, saqë një zyrtare politike e nivelet shumë të lartë, pastaj në mënyrë që të mos ikte nga Brukseli dhe të vazhdonte të merrte rrogën e lartë, se kanë rroga shumë të larta, i sajoi vetes një vend pune me të quajturin me të quajturin në kolegj, pra shkollë. Kolegji i Evropës, po. Për Evropën, kolegji i Evropës. Po si e bëri këtë? Ajo në fillim çoi një teknicien, pra Stefano Sanino, që është njëri prej, një ambasador, i cili ka pas punuar shumë dhe me Shqipërinë. Sanino është nga ata njerëz që ka ardhur shpesh në Shqipëri. Dhe pastaj Sanino, kur u largua Mogherini nga udhëheqja e politikës së jashtme të Bashkimit Evropian, bëri një tërheqje, një gjysmëtërheqje, ngeli brenda dhe ja la këtë postë Federica Mogherini. Por Mogherini, po t'ja heqësh realisht ato 5 vite prej të dërguarit posaçme të politikës së jashtme, dhe ajo sot nuk flet me Matteo Renzi, por si Matteo Renzi ishte ai që promovoi në atë kohë. Dhe po t'i heqësh ato 2 vite si ministre e jashtme të Italisë, 1 vit e gjysmë, që është, nuk është se ka lënë i gjurmë të thosh kush është ky person. Është një nga ato 10 raste të shpërdorimit të fondeve të Bashkimit Evropian që është në hetim. Sigurisht zhurma bëhet e madhe, sepse kjo ka qenë një nga ato zonja që shkonte në Shqipëri. Duhet bërë reforma ndërsi, duhet pastruar, duhet bërë kështu etj. Dhe tregon që korrupsioni dhe niveli i lartë i korrupsionit, por s'është herë e parë, Shqipëria është përfshirë para disa vitesh, nëse juve ju kujtohet, u arrestuan zyrtar të lartë të BE-s në Bruksel në lidhje me atë ndërtesën Laprak që kishin marrë me qera këtu. Pa nuk është herë e parë që ka lajme. Po pikërisht ka një perceptim që gjithë ata diplomatë që kalojnë edhe nga Tirana zyrtare
një lloj implikimi, domethënë përmenden shumë emra, pse ndodh kjo? Se përmenden, ne e shohim në pjesën tonë. Ka një emërues përbashkët apo është thjesht rastësi? Ne e shohim në pjesën tonë, po edhe në vende të tjera ata kanë vazhdimisht skandale të tilla dhe është një nga dobësitë që ka sistemi. Por ka një gjë më që atje drejtësia funksionon. Ata kanë filluar hetimin, pra ajo është liruar, do hetohet në liri, pasi ka dhënë deklaratën dhe ajo dhe Sanino dhe ai tjetër. Por unë mendoj që karriera e saj ka përfundimisht mbaruar. Karriera e saj kishte mbaruar që kur nuk u zgjodh më udhëheqëse e politikës jashtme, por me këtë mbaron dhe karriera. Kësaj ngjarje duhet i friksohet Tirana zyrtare apo s'ka arsye? Ose ka pasur një sër bashkëpunimesh? Po Tirana zyrtare duhet i friksohet një tjetër gjë, duhet i friksohet faktit që po ndjek shembullin e këtyre, duke, siç e tregova rastin e Mogherini, duke promovuar në drejtim të institucioneve të rëndësishme njerëz koti budallënj, cilët pastaj janë edhe të lehtë për të korruptuar, sepse janë njerëz pa mision, janë thjesht rrogtar. Duhet kuptosh çka e dëgjon. E pra, këtu është emëruesi përbashkët, pra efekt. Emëruesi ka lidhje me tjetër gjë, ka lidhje me mënyrën se si mendohet. Shteti nuk bëhet me rrogtar, bëhet me misionar. Po mos kishin qenë misionarë etrit e themelimit të shtetit shqiptar, si ishte bërë në jetë. Tani, përveç ministres së jashtme dhe një dy ministra të tjerë në kabinetin Rama, kënjeti edhe unë. Si janë, ta e njerëz të rastishëm të kotë që përfundojnë aty, dhe si që fryen kështu brenda ditës, ashtu dhe brenda ditës. Kështu është edhe në politikën e madhe. Tani, kalojmë pak nga kjo çështje në një tjetër, siguria në vend. Duket sikur janë bërë me agent të rregullt atentatet, le themi shumë shqetësuese, nga ana tjetër zyrtarët e shtetit të linjës propagandojnë gjatë gjithë kohës që jemi vendi më i sigurt, ndërkohë si për ironi të fatit, pikërisht aty shënjestrohet siguria. Po ne jemi të sigurt deri ditën që ti armiku nuk e ke personal. Se ditën që armiku nuk e ke personal nuk ka njeri që të sigurojë dot. Paç edhe një tank për të ruajtur. Kjo ka lidhje pak me tipologjinë e qenit shqiptar dhe ka lidhje me realitetin që është krijuar në Shqipëri. Po gjëja më e rëndë në këtë gjithë historinë në lidhjen me institucioneve të politikës, me krimin e tjerë, nuk është përtej demagogjisë, fjalëve, akuzave, kundër akuzave, se me këto në është bërë lëkura shoh gjithë, domethënë se një jetë kështu ka qenë politika shqiptare. Por ajo gjë që të bën të mendosh është kur ti sheh që një pjesë zyrtarës, cilët e marrin rrogën në shtet dhe e kanë shef atë që jep rrogën, pra qeverinë, shtetin apo institucionin ku drejtojnë. Ata llogarinë nuk e japin aty, po llogarinë shkojnë e japin në vende të tjera, o te oligarkët, o te bandat, ose te biznesmenë. Kjo është gjë e shqetësuese. Se kjo tregon atë shturjen e shtetit. Kështu që si rrjedhoi, kur ndodhin ngjarje të rënda, si ajo e Rinasit apo si kjo e Elbasanit e tjerë, ekziston dhe mosbesimi shumë i lartë që institucionet e sigurisë në vend, në rastin konkret policia po edhe prokuroria e tjerë, do jenë të afta të zbartin një tjerë. Sepse është krijuar perceptimi që ka realisht një lidhje mes krimit edhe njerëzve të cilët përfaqësojnë shtetin në nivele të ndryshme. O nivel politik, o nivel teknik. Do të thosh që është vetëm perceptim dhe ky është edhe realitet. Mundet të jetë të dyja bashkë, por si thuhet, më mirë dali nami apo të syri. Apo të humbës syri, sepse jemi pikërisht këtu te kjo gjë, sepse duke bërë zgjedhje një herë 2 vjet, se kështu kemi në zgjedhjet në Shqipëri një herë 2 vjet, duke shkuar gjithmonë duke kërkuar votat e këtyre njerëzve, këtyre komuniteteve, të cilët kanë mbështetje, kanë lek, kanë para, kanë influencë. Dashje pa dashje, politika i ka ulur në tavën e pushtetit dhe janë ortak në tavën e pushtetit, në një kohë ose në një tjetër. Me pak pushtet apo me shumë pushtet. Problemi është i logjikës. A do ketë fuqi shteti shqiptar që të vetë pastrohet, apo institucionet shqiptare dhe të qetësohet dhe situata me krimin organizuar? Se di, unë me shoh të vakët mundësin. Ka një përpjekje të prokurisë posaçme, po edhe të prokurive të rrethave të shikot e fundit e tjerë, ndoshta edhe të policisë, po ato janë kryesisht me ndërhyrje nga
shtetet e huaja aleate ose partnere, po të mos kishte qenë që do dilnin përgjimet e SkyCC-s, të cilat kanë ardhur nga jashtë. Një pjesë e madhe atyre njerëzve do vazhdonin të ishin njerëz të lirë rrugëve dhe do vazhdonin aktivitetin e tyre të biznesit e tjerë. Ky është realiteti. Na pëlqen, s'na pëlqen, duhet të lexojmë me këtë si realitet. Atentatet të këtij kalibri që po ndodhin rëndom fatkeqësisht në këtë vend, sa të vështira janë për tu zbardhur? Po, shumë e vështirë nëse. Shiko, ka një problem që duhet bërë punë e jashtëzakonshme parandaluese dhe policia kriminale duhet jetë shumë e fortë. Po që të kesh policinë kriminale shumë të fortë, niveli i fortë i pastrimit të radhëve për policinë e shtetit, i teknologjisë, i funksionimit të sistemit të inteligjencës, pra për të parandaluar ngjarjet, për të ditur ngjarjet përpara, duhet të ndryshoj komplet. Dikur tek ne, i plotfuqishëm i lagjes dinte gjithçka. Sot realiteti në Shqipëri është tjetër, aq më tepër kur një pjesë e krimeve realisht origjinon nga jashtë territorit, sepse bizneset janë jashtë territorit. Dhe kur ata vijnë dhe përplasen këtu për interesat të shumë fishta, ne nuk e dimë se cilat janë. Për shembull, rasti i fundit i asaj ngjarjes në aeroport të vrasjes dy fish, ata sapo vinin nga Spanja. Ne nuk e dimë, mund të jetë këtu, mund të jetë Spanjë, mund të këto gjëra do të zbardhin hetimet, por nuk janë thjeshta. Nuk janë thjeshta sepse tek e fundit kaq janë 400 prokurorë ka gjithë Shqipëria, mos mendojmë se kanë një çudi të madhe këtu. Është një sfidë në rrugën për të bërë shtet evropian, është një sfidë që do ta kalojmë siç e kanë kaluar gjithë tjerët. Po sa do jetë e mundshme brenda një kohë kaq shkurtër dhe sa funksionale do jetë. Po, a është e mundur që të pastrohen radhët e policisë së shtetit, sepse gjithmonë më shumë dalin prej tyre të implikuar dhe të lidhur edhe me botën e nëndeshme të krimit. Ndoshta kjo është një nga elementët që po shton pasigurinë apo po e bën më të trimëruar krimin. Nuk është puna që njëri është friksuar dhe tjetri është trimëruar. Skena është më e thjeshtë, mendimin tim. Është krijuar bindja. Ndoshta jo dhe paqëndrueshme, se ka një bashkëtesë mes krimit dhe institucioneve shtetërore. Ku policia sigurisht është institucioni i parë që prekët me njerëz. Po kjo dëmton dhe ata mirë e policës cilët janë njerëz të pastër, pikërisht, janë efektiv zot, me sakrifica etj. Sepse duke qenë që edhe media në anën tjetër, me shumicën e informacioneve të rreme apo të vërteta, kjo nuk ka shumë rëndësi në të pikpamjen, ka krijuar perceptimin që ekziston kjo lidhje e vërtet mes krimit edhe policisë. Po, a është vetëm policia? Unë mendoj që policia është vetëm një faktor, janë gjithë institucionet. Kush ka nën kontroll kë sot? Krimi, politikën, shtetin apo anasjellës? Po nuk është puna se janë nën kontroll ose ka një komandë hierarkike. Çështja është është një valle që nuk hidhet e vetme. Pra që të ekzistojë, pra. Mirë, ti po thua kështu që gjithmonë kështu është hedhur kjo valle. S'ka ndonjë ndryshim pra. Jo, nuk po them që kështu është hedhur kjo valle. Është një valle që nuk hidhet vetëm, që do të thotë që janë shumë faktorë mes. Po nuk është faktori biznes, krimi nuk ka çfarë të fitojë. Por për gjithë to vendimarrje duhet politika. Po edhe politika do ja lërë institucioneve në dorë. Pra janë të lidhur, janë ndërthuar, nuk është se mund të thuash që është kaq e thjeshtë. Është ky shefi dhe këta janë shefat. Kuptoj. Çështja është që përveç perceptimit ka dhe një realitet në terren. Ata përpiqen, për shembull, në rastin e Elbasanit, u treguar që mund të e zbardhën shumë shpejt dhe po e zbardhin shumë shpejt. Po tek e fundit kaq janë, çfarë do bëjmë tjetër? Nga këto ngjarje duhet ketë kulturë dorëheqje, ka përgjegjës, sepse sa herë që ndodhin atentate, shumë thirrje bëhen drejtuar shtetarëve, po këtu nuk jep dorëheqje as presidenti i Federatës ping-pongut, jo më t'japin dorëheqje politikanët dhe drejtuesi institucional. Harroj. Këtu nëse nuk gjenden përballë faktit, dënimit ose ekziston kulturalisht tek ne është problem dorëheqje. Politikani i fundit që ka dhënë dorëheqje këtu
të rëndësishme ka qenë Ilir Meta në historinë e videos. Nuk ekziston. Mëndërisht nuk ekziston përveç. Fatosnano ka pëzën përveç. E imagjinon ti për shembull, ta janë disa deputet, nuk po të meva, për shembull, Sali Berisha, që gjithashtu e ka kalu kufir. Arrin aty në parlament, edhe mos bëjnë asgjë, edhe mos i dëgjohet zëri. Edhe kur s'ka nevojë ekonomike, vetëm që s'ekziston koncepti i drejtësisë. Po të kishte ekzistuar këtë gjë, do të kishte ndodhur rotacione tek ne. Nuk ekziston. Prandaj unë them që sistemi më i mirë që ne mund të aplikojmë në Shqipëri është sistemi amerikan. 2 mandate, 3 mandate shko të shtëpia. Po ta kesh me ligj. Nëse ti do shkosh me konceptin që ndodhi kjo gjë dhe ata do vrasin ndërgjegje. Nuk ekziston. Okej. Kalojmë në një çështje kulturore. E kuptoj. Sepse ne të parin e kemi prije, se kemi bacën e shtëpisë, nuk ekziston ndërveç. Kalojmë në një tjetër çështje, shumë diskutime kanë ngjallur, sidomos kohët e fundit, marrëdhënia e padukshme, se si qëndron e vërteta e marrëdhënies mes kryeministrit Edi Rama dhe amerikanëve apo Washingtonit zyrtar. Për shembull, të gjithë mundohen të kapin e të lexojnë detaje. Për shembull, në festat e 28-29 nëntorit, presidenti Trump i shkroi vetëm homologut Begaj, nga ana tjetër mesazhi i sekretarit të shtetit Marco Rubio për kryeministrin Rama për atë ditë ishte shumë i fortë, nuk ishte thjesht një mesazh urimi. Në rreshta fliste më shumë për luftën kundër krimit sesa për festat e nëntorit. Nga ana tjetër kemi disa vizita për shembull të kryeministrit Rama që ngren shumë pikpyetje të pasbardhura, misterioze, së fundmi për shembull në Katar, në Vjenë. Çfarë po luhet underground? Si e ka marrëdhënien Rama me amerikanët? Kujtojmë këtu që takimet thuhet se i ka të shpeshta me dhëndrin e Trumpit, për shembull Jared Kushner, që Elit Sazani, ndoshta jo vetëm, nuk e dim. Shiko, sjarim gjërat një nga një. Tek ajo çështja që presidenti Trump letrën e ka çuar presidentit Begaj. E ka homolog thua, po. Ti duhet ta çojësh, sepse protokolli ku do ta çoj. Presidenti i Amerikës nuk do ta çojë me nivel tulit. Dhe ajo gjë që ne duhet të çojmë është që pra Amerika ka vëmendje, pra edhe në festat e nëntorit funksionon diplomatikisht që vjen urime. Vim tek letra e Rubios, që është kundërparti pastaj i zotit Rama. Po normal që ne për ç'a lidhje kemi me Amerikën? Ke pa një biznes të madh amerikan në Shqipëri këtu 35 vjet. Ne përveç të qenit antar në NATO, në OKB dhe Këshillit të Evropës, ku ne dhe Amerika jemi, edhe në OSB, jemi pjesë, s'kemi ne gjë tjetër në Amerikë. Dhe realisht në marrëdhënie dy paqe Amerikë-Shqipëri, sot gjërat më të rëndësishme kush janë? Bashkëpunimi ushtarak, bashkëpunimi mes shërbimeve sekrete, bashkëpunimi me Departamentin e Drejtësisë për krimin, për spakun e tjerë, dhe lufta kundër krimit, se realisht këto kemi ne. Se po të kishim pas më shumë Amerikë në brenda, do kishte qenë më ndryshe Shqipëria. Ne kemi Amerikë fare pak. A është i fortë ndikimi amerikan? Po sigurisht që është i fortë, sepse është përveç që shteti lider dhe lokomotive e perëndimit, është gjithashtu edhe shteti më i rëndësishëm i NATO-s. Amerika pagun 77% të buxhetit NATO-s dhe na ka futur në NATO që si jemi jemi brima e fundit e kavallit megjithmonë në këtë çështje. Shqipëria nuk ka probleme të natyrës terrorizmit, nuk ka probleme të natyrës luftës me fqinjet, ndryshim kufinjësh etj. Është në rrugën për të qenë në drejt Bashkimit Evropian dhe sigurisht që çështja e kontrabandës së drogës dhe të krimit të organizuar dhe të pasimit të parave janë çështjet kryesore për të cilat do flasim, sepse këto janë. Dhe fakti që sot amerikanët nuk e urojnë më dhe nuk i thonë ju lum bravo sa mirë keni bërë etj. Lidhet edhe me faktin që jemi në mandatin e 4 të një qeverie. Problemet ekzistojnë dhe normal që nuk është se do fshihen pas gishtit duke thënë që nuk ekzistojnë. Përfundoi ajo që e them unë, periudha e mjaltit. Me sa duket po shkon drejt përfundimit edhe periudha e dyllit, mes palëve.
Dhe tani jemi në atë periudhën tjetër që Si ja themi do të jemi, po. jo, si ja themi do të jemi, ne kuptojmë vetë njerëz. Po, pra, po. Të jashtë dhe normal që kur ka një përplasje mes ekzekutivit, politikës, në fakt më shumë se ekzekutivit, politikës, sepse edhe opozita është me këtë, me prokurorinë speciale, apo me institucionet e sigurisë në vend, të cilat janë mbështetur dhe suportuar pra nga ky i ashtu quajtur aleati kryesor që kemi ne. Por jo vetëm ata, edhe Bashkimi Evropian, po edhe italianë po duam që i kemi fshirë një të afërt. Këtë kam prioritet, sepse nuk e si kemi lënë ne vetes prioritet. Sektorët kryesorë të ekonomisë ne ja kemi dhënë oligarkëve tanë. Nuk ja kemi dhënë kapitalit të madh që të vi nga New Yorku, nga bursat, nga kompanitë e mëdha amerikane, dhe ti kemi ne këtu. Jo. Që atëherë të thohet që po ekziston kujon dhe BlackRock, ekziston dhe kjo, arsye ekziston dhe kjo arsye dhe ne kemi ndërlidhje shumë fishta me Amerikanë. Rubio thjesht ka bërë leximin e asaj që ne kemi Amerika, po de facto me Amerikën s'kemi asgjë. Dhe vetëm gjërat që na kanë ngel janë çështjet e krimit. Ky është prioriteti. Po, s'më thej gjë për këto vizitat e shumë diskutuara, por që nuk dihet më shumë se kaq të Ramës në... Ai po përpiqet, duke qenë që ka shumë qartë që Shqipëria hyn tek vendet me rritje ekonomike jo të vogël në vitet e fundit, paktën nga Covidi e kthej, por me prezencë shumë të ulët të investimeve të huaja. Dhe po përpiqet të thithë investime? Të thithë investimet e huaja, po nuk është kaq e lehtë. S'është e lehtë për shkak të nivelit të korrupsionit, s'është e lehtë për shkak të bllokimit të administratës, s'është e lehtë për shkak të situatës globale gjeopolitike. Pra janë shumë gjëra të cilat nuk janë aq të lehta. Dhe ai po përpiqet dhe mirë bën që e bën këtë gjë. Thjesht çështja është që ka dhe sa gjëra tjera që duhen për këtë vend, dhe këto janë halli më i madh, domethënë, sepse pas një palëzjedhje ku ai mori 83 mandate ku përgjegjësia duhet të jetë maksimale, se është fitoria më e thellë e mundshme ndonjëherë, ai nuk është se bëri një qeveri politike, ai bëri një qeveri teknike me sa njerëz, no face, no name, no number, cilët e njihte vetëm ai kur dion aty, dhe të gjitha ato figurat politike të Partisë Socialiste që edhe kanë drejtuar zgjedhjet e 2021-shit dhe 2025-shit, ti nuk je shef kabinet dhe nuk e shoqë normale, tani ç'a them, ky një punë duhet ta bëj. A vjen investimet e huaja? Ta shoh, deri tani nuk kanë ardhur. Po me dhëndrin e Trump, Jared Kushner, Sazani, shiko, çfarë po ndodh? Unë shpresoj që Sazani të bëhet dhe që grupi Aman të bëjë një hotel në Sazan, po deri tani jemi vetëm në nivel fjalësh. A do të ndodh? Unë shpresoj që të ndodh, se sa më shumë investimet huaja të vinë në vend, aq më shumë do të bjerë forca e oligarkëve vendas, po duhet vinë grupe të mëdha, duhet vinë industri të mëdha, duhet vinë. A do vinë? S'ka asgjë konkrete domethënë. Po deri tani ne nuk kemi parë gjë. Është hym vitin e 13 të qeverisjes së zotit Rama. Unë nuk kam parë në një nga grupet e mëdha në botë. Po, përse po e përdor Rama këtë për të rregulluar marrëdhëniet me amerikanët, apo thjesht për fuqinë e investimeve të huaja siç ti fole në parim? Unë them që nëse do të ketë, nëse Rama do të kishte mundësinë që në 4 vitet e ardhshme të korte investimeve të huaja të paktën me 1 miliard në vit ose 2 miliard në vit, GDP e Shqipërisë do të dyfishojë, do të trefishojë, dhe është një nga argumentet kryesorë me të cilën ne do hyjmë BE. Sepse ne nuk mund të hyjmë BE duke qenë fukarinj të BE-s. Ka shumë kushte që janë të ndërsin BE, edhe kostoje sociale, dhe reforma e pensione, edhe vendimarrja për çështjet e financave, nuk është kaq e lehtë të hyjë në BE. Pra BE nuk është çështje vetëm e vetos apo jo e vetos. Gjithë ato kapitujt janë kushte dhe nën kushte për të qenë antar i BE-s. Dhe një nga zërat është ai investimet huaja. A do ketë? Ta shohim. Unë e kam parë Emirin e Katarit vi me jat bëj pushim në Shqipëri. Ka takuar presidentin Nishanin atë kohë. Janë bërë vizita shumë të rëndësishme edhe nga kryeministrat dhe presidentët shqiptarë. Po de facto nga Katari në Shqipëri. Unë për shumë vite s'kam parë asgjë. Edhe me Emiratet, e vetëm gjë që duket që ka po merr këmbë, ka filluar të ndërtohet, është ajo e portit Durrësit,
Po ta shohim, jemi akoma me t'i shohim. Pra, vitet ikin dhe kalojnë dhe nuk e se kemi kujton, që thosh, në një revolucion në çështjet e investimeve tuaja. Po, ka shumë nga ata që thonë, për shembull, kryeministri Edi Rama mund të mos e përfundoj këtë mandat dhe këtë shumë e lidhin edhe me amerikanët që mund të jenë ata përcaktues në këtë. Shiko, Edi Rama ka 83 vota. Po të doj, jo që përfundon këtë mandat, po me këtë gjendje që ka opozitën merr dhe një mandat tjetër. Sepse tek e fundit. Po pse drejtësia nuk bëhet asnjë lloj pengese për më tepër kur thuhet që janë amerikanët pas. Drejtësia mund të bëj pengesa sa dush, ai mund të heq njerëzit, po në fund fare këta gjithë do shkojnë në gjyq, do ketë gjyq, do ketë kundërgjyq, do ketë apel. Pra, ka kohën e vet gjithë kjo gjë. Pra, a ka arritur drejtësia të shkatërrojë imazhin publik të politikës shqiptare dhe të institucioneve shqiptare me përgjimet dhe me skandalet e tyre? Sigurisht që ka arritur. Dhe për këtë arsye është krijuar kjo gjë. Pra drejtësia e pavarur. Sigurisht që do mrrit. Po them nga pikpamja politike, nëse nuk ndryshon diçka në pikpamjen sociale, pra lëvizja shoqërore, e shef që del opozita atje çdo një ditë një javë 200 veta atë. As 200 veta. Pra këtu duhet të ndryshoj e gjithë mënyra e të bërit opozitë dhe të perceptimit në raport me ndryshimin. Sa po e the, nuk ikën kush, nuk e kush dorëheqje. Nuk lidhet vetëm se amerikanët nuk do vinë ta komandojnë Shqipërinë me flotën e 6, ne jemi vullnetar i NATO-s. Pra do të ndihmojnë dhe do të përkrajnë disa personalitete dhe disa personazhe. A do jenë gjendje këta ta bëjnë? Ta shohim. Deri tani nuk kemi parë asgjë. Deri tani kryetari vetëm i opozitës në Shqipëri është Altin Dumani. Pse e thua? Po s'është ai që ka goditur qeverinë më shumë se çdo kush tjetër. Ke të pandehur një zëvendësim. Po është i vetëm ai apo kush janë pas? Po se është e rëndësishme kjo. Kjo është me marramendje, ajo që po them është tjetër gjë. Pra sot Altin Dumani është si drejtues i SPAK-ut, ka perceptimin që ky është i vetmi kryetari i opozitës shqiptare. Ka goditur zëvendës kryeministrin në detyrë, ka goditur kryetarin e bashkisë në detyrë, cilin e ka në burg, ka goditur ish zëvendës kryeministrin i cili është arratisur, e një tufë madhe ministrësh, zyrtarësh, drejtorësh etj. etj. Pra, në këtë pikpamje, nëse do kishte ardhur goditja nga prokuroria e posaçme, të tjerë çka kanë bërë? A do kthehet mundësia që Altin Dumani kur të lërë zyrën e kryetarit të prokurorisë të posaçëm dhe të kthehet në një prokuror normal të SPAK, një tarë të futet në politike, të krijojë një listë ku diu me mbështetje edhe amerikane, europiane e tjerë. Këtë unë nuk e di. Për momentin ne kemi këtë fotografi. Nuk ka investime të huaja, ka probleme, ka perceptim për probleme të rënda me korrupsionin, për perceptim me probleme të rënda me krimin, dhe ka një fuqi të jashtëzakonshme politike të majorancës pushtet. A është e mirë kjo për vendin? A është e mirë kjo për demokracinë? Mbetet për tu parë. Normalisht në vende normale 2 mandate shkon të shtëpia. Po ne jemi në situatë ku këtu edhe kryetari i opozitës, që sot është 82 vjeç, nuk lëviz nga vendi, dhe kryeministri që është 20 vjet më i ri nga ai nuk lëviz nga vendi, edhe kryetari i Federatës Ping-Pongut nuk lëviz nga vendi dhe i federatave tjera sportive, sepse në konceptin ton, kjo është një punë që ne nuk e bëjmë, dorëheqje, duhet vi dikush tjetër nga jashtë të na imponojë. Ka diçka që s'shkon. Po është reagimi publik është gati asgjë. Një pjesë e medias është kundër, një pjesë e medias është pro, po edhe media aty rrotullohet, domethënë. Duke hequr pamfletin ose në media të tjera që guxon sulmojë gjithë të tjerët janë më shumë fresk ndaj palëve se sa. Edhe ajo që po ndodh për shembull në Beograd me regjimin e Aleksandr Vučićit shpesh lidhet si një po themi lëvizje apo strategji që të lëvizin paket këta drejtues të Ballkanit apo nuk e kam mendjen fare Trumpi. Shiko, se ç'ndodh me regjimet në Ballkan. Trumpi ka shumë halle. Ka pafund halle. Ai që iku përpara i la shumë halle në kulisë. Dhe me ato po merret kryesisht. Pra që të përfundosh në për të qenë kryefjalë e politikës jashtme amerikane,
duhet të ndodhin shumë gjëra, pra nuk është se Trumpi ka vëmendjen këtu. Çështja e Vučić është shumë e thjeshtë. Vučić u vu në 2 zjarre pasi filloi lufta në Ukrainë. Në një anë kishte hallin e popullit det që është një popull filorus etj, pra të pushtetit vet të kishës serbe që është filoruse etj, pra që kishte si motor e rusëve. Dhe në anën tjetër kishte hallin e perëndimit, i cili në një anë e kishte mbështetur Vučićin, jo ato historitë, jo Ballkania, po jo ato gjëra të tilla. Po në anën tjetër Vučić nuk i vu asnjë lloj sanksioni Rusisë, sepse nuk mundej. Pra, ajo që unë them gjithmonë që kur rri me perëndimorët flet anglisht dhe kur rri me këta të vetë flet serbisht, që një gjuhë që ta kuptojnë dhe rusët çfarë do të thotë. Pra, gjithë destabilizimi i situatës në Serbi vjen edhe për shkak të këtij dualizmi të madh që ka patur Vučić. A mund të krahasohet kjo me situatën tek ne? Nuk e shoh. Do të thënë, për momentin unë shoh që edhe për shkak të faktit që nuk ka funksionuar demokracia tek ne. Pra, kur nuk funksionon rotacioni, nuk funksionon demokracia. Atëherë vetëm gjë që mund ndodhi është që të ketë procese të brendshme. Kur ngelesh parë armik të jashtëm, fillon lufta me armikun e brendshëm. Dhe këtu kjo do jetë sfida. Nuk është aty Shqipërisë kanë hapur kapitujt e negociatave, që është një arritje jo e vogël, jo e rëndësishme, por hapja e kapitujve do të thotë edhe hapja e shumë dhimbje koke për shumë gjëra, sepse të bësh antar i BE-s do të thotë të dorëzosh suverenitet, dhe kjo nuk shkon për shembull në arsyetimin që ka zoti Rama me çështjen e Balluku me gjykatën kushtetuese. Ai thotë unë jam një pushtet sovran, dhe ata një pushtet sovran. Pushtetet nuk duhet të ndërhyjnë njëra tjetrët në palë. Në të vërtetë i ndërhyjnë në këtë rast? Sa për... Më fal, kjo do jetë një interpretim i gjykatës kushtetuese, unë bëj interpretimin politik të gjës. Çështja është që në momentin kur ti thua, pra ti si lider politik i vendit, që drejton vendin pasi ke marrë 83 mandate dhe je në mandatin tënd të 4, ti thua që rruga jon është rruga drejt BE-s, rruga e vetme që kemi drejt BE-s, do të thotë që ti ke vendosur me vetdije të lartë politike ta dorëzosh suverenitetin tënd. Dhe ku po e dorëzon suverenitetin? Tek të huajt, pra të një mekanizëm politik juridik ndërkombëtar që është Bashkimi Evropian, të cilët mbështesin fort pra këtë institucionin që quhet SPAK, dhe ti atë suverenitetin do e ke dorëzuar përpara, prandaj ke ardhur në këtë pikë. Dhe tani nuk mund të ankohesh më për këtë gjë, se që të ankohesh për këtë gjë duhet të isha ankuar kur u dënua Drati Klalla, kur u arrestua Sali Berisha që u hoq, pra që ju dha masa pa ju hequr imunitetin, kur të morë në zyrë kryetari i Bashkisë Tiranës, që më shumë kishte kamera jashtë se sa pra lajmi ishte dhënë përpara etj. Nëse flasim për njerëz zgjedhur, ka njëri më zgjedhur se kryetari i Bashkisë. Nuk ka, ai merr më shumë vota se të gjithë tjerët, dhe se kryeministri merr më shumë vota. Pra, është pak vonë për të kujtuar për suverenitetin, edhe për ndërhyrjen. Është pak vonë. Normalisht ai ka drejt kur thotë që më gjeni një vend që gjykata merr përsipër ta pezullojë. E vërtetë është kjo. Po e di pse. Sepse normalisht në vendet demokratike, sa fillon një hetim, jo që ti je marrë i pandehur, ti jep dorëheqje të vjen një tjetër. Dhe pastaj, nëse fiton, rikthehesh në lojë. Kështu që duhet t'i themi të gjitha ngjyrat e të vërtetës, edhe këtë që shkon, po edhe këtë tjetër. Flitet për ta mbyllur këtë pjesë, ka kohë në fakt që është hedhur si tezë që Rama synon presidencën në afat shkurtër. E beson këtë skenar? Po pse jo? Ai ka bërë 4 mandate politike, është në mandate 4. E ka thënë vetë në një intervistë, mos gaboj, që në 2029 Shqipëria meriton dhe do të ketë një kryeministër grua, se di ka pas mendje. Që nuk kupton që ai vetë me vetdije, presidenti ka dhe 1 vit e gjysmë mandat, për në 2027 do duhet zgjedhë një president të ri. Votat i ka, nëse ndryshon kushtetutën dhe çon me zgjedhje nga populli.
ka dhe mundësinë që shkojmë. Pra, duhet ndryshoj kushtetuta që të fuqizohet presidenca, se me këto kompetenca që ka tani, s'besoj se e ka ambicje. Presidenca fuqizohet, s'ka lidhe, ajo është një zyrë cilës forcën e jep fytyra dhe emri individit. Nuk ka lidhe me pushtetin që ka. Ka lidhe në fakt me imunitetin që ka dhe besueshmërinë që ka. Dhe pas një vite gjysmë ne do duhet zgjedhën president. Dhe pse Rama mund të jetë një nga zgjedhjet më të mira për president. Kjo do të garantonte edhe rotacionin politik brenda llojit. A do të aspironte për një president nga populli? Do duhet ndryshonte kushtetuta. A e bën dot sot opozita të japi vota të Ramës për ndryshim kushtetuta? Pse? Pse nuk të duket? Disa ligje ai mund të ndryshojë tani që është me 83-84. Po mund të jetë në interes të dyve kryesorëve. Pse nuk e beson ndryshimin e kushtetutës? Se di, sepse unë mendoj që opozita në ditën e sotshme është detyruar, për shkak pak numrave që ka marrë, të mos dëshmojë një bashkëpunim me këtë majorancë, sepse do psohet akoma më tepër dhe krijohet perceptimi që këta janë vetëm shtesë majorancës. Që është një akuzë e madhe që atyre i vjen nga. Nuk mendon se është pak vonë për këtë? Është shumë vonë, ke të drejtë, po tash çfarë them. Okej. Këtu kemi mbritur. Okej. Që nga çadra e famshme e cila u mbyll me një marrëveshje të një bashkëqeverisje pas 4 viteve opozit, është krijuar gjithmonë ideja që këta flasin në tavolinë dhe kanë një lloj perceptimi të një bashkëjetese, ndoshta edhe interesash. Ky është perceptimi i krijuar. Pastaj sa është e vërtetë, sa s'është e vërtetë është gjë tjetër, por e vërteta është që ka një perceptim që klasa politike po kalbet nga poshtë, mos është kalbur nga poshtë dhe ka nevojë për një rigjenerim të klasës politike, sepse këta në fund fare bashkëpunojnë me njëri tjetër. Ky është perceptimi i krijuar. Edhe përgjigjen për kushtetutën me këtë. Tani, kalojmë në një temë tjetër që është bërë kryelajm dhe çdo ditë flitet, asgjë konkrete nuk është arritur, pakti për paqe në Ukrainë, ka një marrëveshje, fillimisht ishte me 28 pika, tani më është reduktuar, thot Zelenski, ka lëvizje, qoftë nga Moska, qoftë nga Washingtoni, apo në kancelarit kryesore të Europës, asgjë konkrete deri më tani. Ndërkohë që shumë është diskutuar dhe pjesa që se si Trump mund t'i jap kaq shumë agresorit në këtë rast Moskës dhe të penalizoj Ukrainën. Zelenski para pak ditësh ishte mes dy zjarresh, të zgjedhim thatë jemi dinjitoz me Ukrainën apo të humbasim një alat kaq të fuqishëm sa Shubat dhe zgjodhi që bënte të parën, me sa duket dhe pse nuk ka asgjë konkrete. Zelenski fakt ka një zjarr. Një zjarr që i ka plas brenda shtëpisë me aferën e korrupsionit që shumë më. Do të kaloj aty po. Sepse si rrjedhoi asaj gjë janë gjithë vendimarrjet e tjera. Ne kur flasim për korrupsion në Shqipëri, tek e fundit flasim për parat prodhuara në Shqipëri dhe një pjesë që ngelen o klasës politike ose drejtuesve të institucioneve. Kur flasim për korrupsion në Ukrainë, flasim për para që 4 vitet e fundit Ukrainës i kanë ardhur nga jashtë. Dhe i kanë ardhur dhe i vinë çdo muaj me trena dhe me aviona parat për shpenzimet, për tjetër sepse është një vend luftë. Dhe duke qenë që në anën tjetër ne kemi mira dhe mira njerëz që kanë vdekur në këtë luftë afatgjat me Ukrainën, ekziston një doppio problem. Një me qytetarët e brendshëm, të cilët tonë ne po na vritin fëmijët, kurse ju keni hallin e parave, shumë para. Dhe e dyta, ekziston problemi me taksapaguesit e BE-s dhe të Amerikës. Sa thonë, ne na gazon belaja për shkak se lufte na shërrit gazi, na shërrit nafta, na shërrit buka, na shërrit drithi, na shërrit gjithçka. Dhe kujt po japin parat? Po japin parat disa tjerëve të cilët çfarë bëgan me parat. Dhe arsyeja pse prokuroria e posaçme në Kiev ka ndërhyrë dhe ka bërë ato arrestime dhe ato goditje, derisa edhe njerëz shumë afër Zelenskit janë prekur dhe është drejt për drejt i indicuar presidenti i Ukrainës,
dhe kjo është një prokurori e posaçme si e jona, e mbështetur nga të huajt, e vë Zelenski realisht në një pozicion shumë të vështirë. Ky është njëri aspekt i gjës. Aspekti tjetër lidhet me fatin e luftës. Në luftë ka humbës dhe fitues. Doni të thonë, themi që e ka fituar luftën Ukraina. Shumë mirë. Do themi, luftën e ka fituar Ukraina. Nuk ka humbur shumë, ka humbur vetëm një territori që është më i madh dhe gjatë sa Italia, bashkë me ishut. E tham të gjë. Okej, ku do shkojmë? Sepse ekziston një gjë që në politikë quhet real politik. Pra, që të vazhdoj lufta në Ukrainë duhet të përfshihet NATO. 77% e buxhetit NATO-s është buxhet amerikan. Që të vazhdoj lufta në Ukrainë duhet të çohen ushtarët e NATO-s të vriten. Sepse Rusia ka 1,5 milion ushtarët. Kush vend i BE-s që është në NATO është në gjendje të çojë ushtarë sot? Nuk i kanë as për vendet e tyre. Sot ushtria e parë në NATO është Amerika, ushtria e dytë në NATO është Turqia. Pastaj vinë Britania e Madhe, Franca e këto që janë vogël. Pra, realisht kjo luftë dhe këtu presidenti Trump ka shumë të drejtë. Duhet të përfundojë, qoftë edhe me një armë pushim, që t'i japi oksigjen ekonomisë perëndimore, aq më tepër në vendimarrjet e mëdha. Aq më tepër që Trump nuk është erdhi në pushtet nga që ishte përfaqësuesi i dijes dhe demokracisë së madhe, biznesmen ishte. Ai erdhi në pushtet në zgjedhjet e treta për herë të dytë, për shkak situatës ekonomike të jashtëzakonshme dhe të shumë të lodhshme që gjeti në Amerikë. Inflacioni, papunësia, gjithë të gjërat. Pra ai ka prioritete të tjera. Dhe ka drejt për shembull Edi Rama kur thotë Evropa duhet të fillojë të flasë vetëm me rusët, dali nga kjo gjë, sepse nuk mund të pretendojë që Evropa do t'i vërë kushte Amerikës se si flet Amerika me rusët. Amerika me rusët ka dhe interesa shumë të tjera shumë të mëdha që dolën në takimin e famshëm të Anchorage-it. Pra çështja e Ukrainës në marrëdhëniet me Rusinë e Amerikës është vetëm 5% e gjës. Se janë mineralet e rradha, është deti arktik, janë rrugkalimet, është çështja e BRICS-it, marrëdhëniet e Rusisë me Kinën dhe marrëdhëniet e Rusisë me Amerikën, pra shumë e komplikuar gjë. A ka sot BE-ja vendimari për t'i dhënë drejtim kësaj historisë me Ukrainën? Po ja vetë e the, pra e fillore me Mogherini të shik. Kjo është BE, këta e. Nuk ka leadership BE. Nga fillimi i luftës në Ukrainë e deri sot, vetëm 2 njerëz janë që s'kan ikur nga pushteti në BE. Edi Rama edhe Viktor Orbani. Mirë, po Viktor Orbani është në BE, ne as nuk jemi. Po mirë, ne jemi kandidatë zëresemi. Të gjithë tjerët i ka zhdukur kriza ekonomike që prodhoi lufta në Ukrainë. Përfshi dhe në Amerikë. Sepse ne harrojmë një gjë, po shikoj njerëzit janë qesharak nga servilizmi. Të kujtohet që para një viti gjysmë presidenti i Amerikës para 2 vjetësh Biden i jepi dorën murit dhe gjithë thonë është normale. S'është normale, është mbreti lakuriq. Pra, nëse presidenti i sotshëm i Amerikës, Trumpi, ka ardhur atje ku ka ardhur, dhe i duhet marrë vendimarrje të mëdha dhe këtë gjë ta bëjë bashkë me Zelenskin, se normal që ai vendos në luftë. Nuk është se bën nga qefi, e bën nga halli. A është një gjendje të fillojmë luftën e tretë botërore? Po në rregull, po filloj luftën e tretë botërore, do përdoren armat atomike. Edhe kjo botë e pat kështu me kaq sa çnjojnë. Pra ti thua Trump nuk ka zgjidhje tjetër? Po sigurisht. Përveç kësaj që ka dhënë si opsion. Po kjo është zgjidhja e vetme për armë pushimi. Prandaj them që cila është zgjidhja tjetër? Luftë, luftë botërore? Okej. Si do të bëjmë luftën botërore? S'kemi ushtar. Pra, në një anë duhet ta shohim me simpati mënyrën se si. Po mirë, Shubahat po i nënshtrojnë Rusisë, pra që nga më e fuqishme Rusia se Shubahat, se kështu i bie. Shiko, unë nuk i kam qejf çështjet e propagandës në çështjet e sigurisë. Çështjet e sigurisë trajtohen në mënyrë të ftohtë me instrumentat e vlerësimit të çështjeve të sigurisë, me 5 shtyllat e sigurisë.
Nuk duhet folur me më të fortë të thua. Shtylla e parë është ekonomia. Po. Që të vazhdosh luftën në Ukrainë dhe të bësh luftë me Rusinë dhe me Kinën, me gjithë BRICS-in, do të kesh ekonomi shumë të fortë. Dhe ekonomia e dobët e solli Donald Trump në pushtet. Nuk do të kishte ardhur kurrë Donald Trump në pushtet. Dhe ata që ishin, ikën sepse dështuan me faktorët ekonomikë. Pak Covidi, pak lufta, pak kjo, pak. Shtylla e dytë është shëndetësia. Kjo lufta ka kushtuar shumë, po e di sa të vrarë, sa spitale kampe ushtarake lufte ka çu perëndimi, ka çu Amerika në Ukrainë gjithë këtë vit. Pafund. Sa shumë vrarë, ka gati 1 milion vrarë. Shtylla e tretë është demografia. Ai ke vënë që qytetet e jugut të Italisë nuk di sa i ke shëtitur. Janë të braktisura, nuk ka më njerëz. Po, veriu e mban Italinë. Po edhe veriu i Italisë është lodhur. Mirë, po them që Po mjafton shkon Myni, nuk ke më Gjerman rrugë, i ke gjithë që vinë nga Azia dhe nga Afrika. Çështja e emigrantëve të në 10 vitet e fundit ka qenë çështja numër 1 e politikës jashtme. Çështja e katërt është klima. Nuk ishte procesin e deindustrializimit të Evropës dhe të perëndimit. Nuk e bëri as Rusia as Kina. E bën këta. Shiko rrugët e Tiranës, janë mbushur me makina kineze. Po kështu është gjithë Evropa. Pse? Sepse nga pikpamja e politikës pro-klimatike, u mori një vendim politik i leadershipit e Evropës, po në atë kohë edhe i leadershipit amerikan, me të ashtu quajturën marrëveshje të Kyotos, që të mos konsumohen më makina me karbon, industri me karbon, e tjerë, dhe të shkohet me energji alternative. Kush përfitoi nga deindustrializimi i Evropës edhe i perëndimit përgjithësi? Përfitoi India, përfitoi Kina, përfitoi Rusia. Çfarë problemi ka Trumpi me Kanada? Ka që 1/3 e Kanadas është në duart e indianëve. Çfarë problemi ka Trumpi me Evropën? Ka që Evropa i ka çuar gjithë makinën e saj industriale, ka çuar në Kinë dhe importon vetëm nga Kina. Si lidhje ekonomike që ka Gjermania me Kinën. Se kur themi Evropë, nuk kuptojmë Gjermani si ekonomia më e madhe. Çfarë problemi ka me Rusinë? Lëndët e para. Tani Evropa kë ka nga këto? S'ka më asgjë nga këto. Kështu që kur të mendosh që do bësh luftë, dhe shtylla e 5 është lufta, pra duke ardhur shtylla e 5, do t'i konsiderosh të 4 këto elementet e tjera. Dhe nuk i ke. Kjo është e vërteta. Si do ta bësh? Nuk bëhet lufta as Facebook, as në Instagram. Ja, u qëndruan fort në postin më të fortifikuar të Ukrainës, si ishte zona aty fronti Pokrovskut edhe Mirnogradit atje. Ikën, e humbën, u dorëzuan, e peu tërhoqën. Se nuk ka më as ushtar. Se është edhe popullat e vogël Ukraina, është territor shumë i madh, është vendi më i madh në Evropë Ukraina. Tani, si do vazhdoj? A duhet të ketë një armëpushim? Po patjetër që duhet të ketë një armëpushim. Pse? Alternativa e armëpushimit është lufta. Dhe me indikatorët që unë dash, që janë indikatorë ekonomik, politik, etj., tregon që perëndimi në këtë moment nuk është i gatshëm për luftë. Për 1001 arsye. Dhe unë mendoj që presidenti Trump po përpiqet të gjejë një zgjidhje të mesme të artë, pra duke i ndarë gjërat. A do funksionojë? Unë kam dyshimet e mia se do funksionojë. Unë mendoj që rusët kanë interes permanent të mbajnë çmimet e larta të lëndëve të para. Pse? Sepse rusët kanë ekonomi të vogël, vend të madh, ekonomi të vogël dhe të bazuar te lëndët e para. Kaq shumë para kanë fituar 4 vitet e fundit ata, saqë kanë hesur shumë shpejt dhe shumë mënyrë të efektshme me ekonominë, jo vetëm aty, po edhe në lidhje me. Domethënë si intereson Putinit marrëveshja? Unë gjithmonë kam qenë i bindur që si intereson. Aq më tepër që nuk mund dali Putini si një humbës nga kjo luftë që ka filluar. Po jo, ai s'po del si humbës, nëse i referohemi planit amerikan, vetëm humbës që nuk është, se ndryshe Shiko tani, a e the
Ta thash pa, do të themi që ka fituar Zelenski. Po, ka fituar Zelenski. Jo, dakord, po nga që nuk po del Moska si humbës, kështu që Moska ka një linjë të vetme të mendimit, e cilën e lidh vetëm me interesat e veta. Nëse nuk do kishte ndodhur pushtimi i Irakut në 2003, pra 22 vjet përpara, çmimet e hidrokarbureve do mbeteshin të ulta dhe Rusia do të mbetej e varfër siç ishte. Luftrat që ndodhen, pra Iraku, pastaj pranvera arabe, dhe në fund kjo luftë ka ndihmuar vetëm për një gjë, që të gjitha lëndët e para të rriten. Ku janë sot ata gjenitë mëdhenj që thonin që rubla ka marrë fund, ekonomia ruse ka marrë fund, Rusia nuk do shesi dot as naftë as gaz në perëndim, ndërkohë që e di gjithë dynjaja që nafta dhe gazi i Rusisë vjen shitet në Evropë, jo vetëm në Evropë, nga India dhe nga vendet treta, siç është Turqia, siç është Azerbajxhani etj. Kjo është e vërtetë. Ne si Shqipëri gjysmën e naftës vjetë kemi importuar nga India. Ka India naftë s'ka? Ky është realiteti, kështu është gjithë Evropa. A ka guxim presidenti i Amerikës të thotë vërtetën? Po sigurisht që ka guxim, jo vetëm se është presidenti i Amerikës, por se është edhe i karakteri që është. Unë mendoj që gjërat do të ndryshojnë në momentin që Evropa arrin të prodhojë një klasë politike liderës të vërtet. Sot nuk ka. Sot nuk ka. Me që hapa me Mogherini. Nuk ka. Ky është realiteti. Ta lexojmë si duash, ky është realiteti. Tani ka dy gjëra, se Trump rierdhi për herë të dytë në krye të Shtëpisë së Bardhë me një nga kartat e tij më si president. Po pra ka bërë 3 zgjedhje, zgjedh 2 herë. Po pra, si president them, rierdhi për herë të dytë në krye të Shtëpisë së Bardhë. Me një nga kartat kryesore që ishte paqebërsi, dhënia fund në mënyrë emergjente të luftrave. Po pra, nuk po e bën, mendoni ju, në një mënyrë, për shembull, jo të drejtë, ndryshe nga pritshmëritë që ishin krijuar. Po, duke favorizuar agresorin një. E dyta duke i dhënë në një mënyrë të dyshim të fund luftrave, për shembull në Gaza, marrim shembull edhe Gazën. Po Gazën, po e morëm shembull Gazën. Domethënë, përfundoi lufta, pastaj vazhdonte Izraeli me bombardime sërish, një situatë sepse dha pushimin, po pse ç'do bëj Trump? Domethënë u bë sikur hajde të japim fund luftrave, po luajmë shpirash, jo prej vërteti, domethënë. Ke opinion gabuar. Shkoi bombardoi Teheranin vetë Amerika. Amerika me ushtrinë e vet e bombardoi Teheranin. I dha fund luftës në ditën e 5. Po përpiqet të japi fund luftës. Apo bën biznes Trumpi në krye të Shtëpisë së Bardhë për herë të dytë më shumë? Jo. Këtë herë? Jo. Ka një perceptim të tillë. Jo, pra është një perceptim i kundërshtarëve. Po sepse po bën biznes, ka shtrirë, po të shohësh agjendat, marrëdhëniet, takimet, lëvizjet, qoftë edhe në lindjen e mesme. Nuk është pra kështu, nuk është. Gjithçka po duket si biznes. Po nuk është kështu pra gjë. Ai po përpiqet të rikthejë forcën ekonomike të Amerikës që e ka humbur për shkak të atyre që kanë qenë përpara. Pse i ka rënë pëlqyeshmëria në Amerikë pra? Po kjo është histori tjetër më. Liderëve të cilët marrin vendime të mëdha do t'i bëj pëlqyeshmëria. Po pak paradoksale kjo. Se ç'a do bëj? Po se nëse vendimet janë ti mendon që janë të mira, nuk i bie pëlqyeshmëria. Ti mendon se nëse do merrte, nëse do thoshte do vazhdojmë luftën dhe do kishte pëlqyeshmërinë. E bën pra luftën amerikanë në Irak, edhe ata që bën ikën nga pushteti, për asaj lufte. Ka të drejtë, e ka prioritet politikës së jashtme, ka Kinën dhe ekonominë kineze. Aty ka të drejtë. Sigurisht, drejt. Çfarë është pëlqyeshmëria? Është perceptimi i momentit. Jo, i referohem sondazhit të fundit të edhe Fox News-i për shembull. Më fal, Fox News-i. Perceptimi i momentit, çfarë është pëlqyeshmëria? Ai dha fund luftës në lindjen e mesme. Dhe ka qenë një nga luftat më tegra të bësh ajo e Gazës. Është po bën një aleancë ekonomike me sepse ka një element që njerëzit se dinë. Kinezët nuk blenë me borxhen e politikës, borxhen e jashtëm të Amerikës. Po ku do shkojë Amerika që është një nga vendet me borxhe më të madh në botë? Të tillë para gjetë ekonominë Trump, një ekonomi të shkatruar. Dhe që ta reindustrializojë ekonominë, duhet të rinegociojë gjithë taksat e tregtisë jashtme. Duhet të rinegociojë gjithë sistemin e sigurisë botërore. Po çfarë duhet bëj? Duhet marr, pse duhet jetë i mirë presidenti të marrë 1 milion ushtarë të çojë të luftojnë në Ukrainë për çfarë? Kur është më e thjeshtë zgjidhja që
në pjesën lindore të Ukrainës, jetojnë rusët që kanë jetu gjithmonë, ata të vetë qeverisë. E di me çfarë premtimi erdhi zoti Zelenski në pushtet besoj. Që do bënte paqe me Rusinë. Kur iku presidenti para ardhës, Zelenski bëri një fushat me humor, me film etj. I mbështetur nga një pjesë e këtyre oligarkëve tash. Me çështjen, duke qenë që Zelenski vetë ishte i lindur në ato territoret rusofone nga lindja, që do mbyllim për një herë për gjithmonë luftën me Rusinë. Dhe mirë që nuk mori Krimen, po humbi dhe këto 3-4 rajonet e tjera. Nuk janë të thjeshta gjërat që po ndodhin, po jetojmë në një epokë të madhe dhe shumë vështirë. Por që lidhet drejt për drejt në mendimin tim me dobësinë ekonomike dhe të leadershipit perëndimor. Dobësia ekonomike, leadershipit perëndimor sot vjen nga vendimet e marra 20 sa vite përpara, kur u bë deindustrializimi i perëndimit. Dhe sot ekonomia perëndimore varet tërësisht nga lëndët e para që merren o në Afrikë o në Rusi dhe nga teknologjia ruse apo teknologjia kineze apo teknologjia indiane. Ky është realiteti i gjërave. Deri tani bota ka njohur veriun e pastër, edhe veriun e pasur. Evropa, Amerika. Tani është krijuar një realitet tjetër, jugu i botës, nëpërmjet BRICS-it. Dhe me drejt Amerika e percepton si rrezik, si kërcënim. Prandaj them që ka shumë dhimbje koke. I ka ikur gjithë Amerika e Jugut. Prandaj ai tani vendin e ka spostuar tek Venezuela. Se në vitet 60 e lan Kubën, po Kuba pastaj futi virusin dhe infektoi gjithë Amerikën e Jugut. Sot presidenti i Meksikës është kundër, presidenti i Kolumbisë është kundër. Aleat historik këta. Sot përveç Mileit në Argjentinë, gjithë tjerët i ka kundër. Sigurisht, po ky është leximi i vrazhd, por realist i situatës. Që ta bësh Amerikën dhe një herë të madhe, duhet marrësh vendime të mëdha. A do të krijojmë vendime të mëdha kundërshti dhe pakënaqësi? Sigurisht. Normal. Por është vetëm një mënyrë që të mbijetojmë. Po me Maduron, çfarë do të ndodh me Venezuelën? Lëvizjet e fundit kanë qenë për luftë, për veprim të shpejtë, po sigur nuk bën dot luftë, sepse po të bëj luftë do të bënte gjithë Amerikën Latine kundër, dhe nuk është pak. Unë mendoj që vazhdon betejë politike 4 vjeçare që bëri mandatin e parë presidenti Trump me Maduro. Sigurisht tani janë edhe këto instrumentat e tjerë të luftës kundër drogës e tjerë, sepse realisht Amerika me çështjen e drogave sintetike dhe kokainës ka probleme të mëdha të brendshme. Besoj që i ke parë ato drogat që prodhojnë në Indi dhe që njerëzit janë shtrirë rrugëve në Amerikë, më thënë. Dhe unë mendoj që ai ka kapur çështjen e Venezuelës, e cila ishte një çështje edhe para 4 vitesh, edhe para 8 vitesh kur ishte president, dhe ka rritur presionin në mënyrë që të negociojë një marrëveshje shumë më të mirë pra me Venezuelën, edhe pse Venezuela është alati numër 1 i Iranit edhe i Rusisë në atë rajon, dhe shumë afër. Dhe ai më shumë se sa Venezuelën, të cilën e di që e ka humbur dhe aty bën përplasjen, ai ka hallin e Kolumbisë. E futin Lizez presidentin e Kolumbisë. Ka hallin e Meksikës. Ka hallin pra të gjithë Amerikës Latine dhe asaj qendrore, të cilat rreth 90% janë kthyer në anti-amerikane. Dhe nuk është faji Trumpit, ëh. Nuk ishte Trumpi që i ktheu anti-amerikanë. Ka pas presidenca të tjerë. Çfarë bëri me kanalin e Panamas? E rimori kanalin e Panamas. Një kanal që e kanë ndërtuar amerikanët, e kanë ndërtuar perëndimorët, pastaj e ndërtuan amerikanët dhe e morën kinezët. Sigurisht nga pikpamja gjeopolitike, nuk mund të thuash pse e bën presidenti i Amerikës së Ri. E bën sepse mirë që ka humbur këto territorë që ka humbur këtej nga Evropa e kujon. Në Afrikë, për shembull, amerikanët dhe evropianët janë zhdukur komplet në Afrikë. Po këtu bëhet fjalë që po humbe edhe territoret të cilat dhe influencën që ka pasur te drejtë e shtëpisë. Jo rastisht ai ministri i punëve të jashtme, sekretar shteti vu një hispanik, amerikano-hispanik, zoti Rubio që flet spanjisht shumë mirë. Pikërisht se do të ketë një prioritet këtë gjë. Çingelet Amerikës nëse do të humbi edhe aleat të tillë historik si Meksika apo Kolumbia. As Che Guevara nuk e ka bërë dot këtë gjë. Jo, mendoj që ka drejt.
Tani unë kam dhe pyetjen e fundit. Zhvillimet për të kthyer edhe pak tek Zelenski, zhvillimet e fundit, sidomos ato me fokus se përpos halleve të tjera i është shtuar edhe ai që në Kiev arrestime të shumta, protagonisti korrupsionit të madh, krau i djathtë i Zelenskit, këto zhvillime të fundit a do ta përshpejtojnë zëvendësimin e tij? Jo, unë nuk mendoj. Unë mendoj që s'do të ketë për momentin një marrëveshje, mund të shkohet në një lloj forme të një armëpushimi, por Zelenski në fund fare do të jepet një strategji dalje, pra një garanci. Këto marrëveshjet janë vështira pikërisht se janë vështira garancit që Si garanci? Për shembull? Një garanci, o politike ose për jetën e tij, se Zelenski është në pozitë vështirë, se në momentin që i arrestojnë gjithë bashkëpunëtorët do të thotë që një ditë kur ai do arrestohet dhe ai. Pra, ne kemi parë që të njëjtën gjë për shembull garanci kërkoi edhe Netanyahu që ta falë presidenti. Sepse edhe Netanyahu është pak a shumë në të njëjtën pozitë. Çështja është që Zelenski është minoritet nga pikpamja fetare në Ukrainë. Populli i Ukrainës është ortodoks shumë i seti. Ka dhe katolik aty, por ortodoks dhe është ndarë nga kisha ruse. Zelenski përket besimit hebreik. Zelenski në mënyrë shumë naive para 2 vjetësh gati shkarkoi shefin e shtabit i cili ishte një hero për Ukrainës. Të çoi ambasador në Londër, general Zaluzhny, i cili është njëri shumë i respektuar në komunitetin ushtarak. Por nuk është se komuniteti ushtarak do jetë shumë i lumtur kur ketë marrëveshje, se do thotë pse e bëm gjithë luftë, zovran gjithë ta njerëz. Pra, unë mendoj që në marrëveshje e madhe do të ketë edhe një aneks për Zelenski. Pra, në mos t'i garantohet një mandat i dytë që do jetë shumë i vështirë, t'i garantohet një imunitet i gjerë, në mënyrë që ai dhe familja e tij të mos kenë pasojë personale nga sepse armiqësitë brenda vetes, brenda Ukrainës, i ka të mbaja. Ka kundër kryetarit të Bashkisë Kievit. Ka kundër një pjesë të ushtrisë për shkak të çështjes Zaluzhny. Ka kundër partitë politike të cilat ai gjatë kësaj lufte i anuloi, nuk i dha asnjë drejt politike etj. Pra ka shumë faktorë. Dhe tani ka kundër dhe prokurorinë e posaçme dhe byron e hetimit posaçme që ka. Pra ka shumë faktorë sa që Zelenski për të firmosur duhet ketë edhe ca garanci në nivelin personal. Mendoj që është e drejtë tjetër kështu. E kuptoj. Unë të falenderoj shumë që kisha në studio, si çdo herë je i mirëpritur me analizat e tua për shumë çka, se nuk u ndalëm vetëm në një temë. Faleminderit. Faleminderit të nderuar miq, pas pak do të jemi me një tjetër panel, do të fokusohemi tek ajo se çfarë po ndodh së fundmi në Partinë Demokratike. Na ndiqni.